Përshëndetje, mirë se vini në këtë transmetim të tërpërdrejt në emisionin Piket me temën Njihe vetveten. Vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Sonde jam i nderuar që së bashku me ne do të jenë dy profesorë të nderuar, së bashku me ne janë Musa Musaj, profesor dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës. Mirë se na jeni profesor. Mirë se gjetëm, ishte kënaqësi, faleminderit. Së bashku me ne pashtë do të jetë profesor Gentian Jetishi, ligjërues në Akademinë PNFBI. Mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit. Sonte së bashku do të mundohet ta trajtojmë temën Njihe vetveten në dy dimensione. Së pari procesi i njohjes së vetvetes si proces psikologjik, manifestimi i kësaj njohjes në dimensione tjera. Në anën tjetër do mundohemi të shohim se si ka mundësi që kjo njohje ta na mundsoj të marrim vendime jetësore, sidomos në përcaktimin tonë për çfarë profesioni realisht jemi. Së pari do të filloja me ju, profesor Musaj. Si është procesi i njohjes së vetes në aspektin psikologjik? Ashtu, do të thotë njohjen e vetvetes ose vetes, apo në fakt ne në psikologji më shumë preferojmë të edhe ta emërtojmë si vetë koncept, do të thonë ideja, kuptimi, esenca, çdo gjë që preokupon njeriu në tentativën e tij për t'i dhënë përgjigje pyetjes se kush jam unë, çdo gjë në këtë segment bën pjesë në relacion me atë se çfarë quajmë ne individualitet tonin. Edhe pse pajtohemi në kuadër të kësaj, ndoshta ne themi se llogariten karakteristikat e tërësishme, të cilat ne i ngërthejmë brenda nesh, në aspektin teorik nëse ndalemi për të qartësuar, dhe se nuk duhet njeriu të jetë shumë i prirur për filozofi ose për thellësi ditërore për ta ndërtuar një ide, një koncept, një vetëdijshmëri, sepse tash nëse ndalemi tek pjesët e vetvetes ose uneve tona, atëherë domosdoshmërisht duhet të ndërlidhemi me vetë konceptin, duhet të ndërlidhemi me vetëdijshmërinë, duhet të ndërlidhemi me pikpamjen e asaj se çfarë paraqet personaliteti im ose tërësia e këtyre karakteristikave të integruara në një unë si të tillë. Për atë arsye them që në dy pika ndoshta mund të ndalemi për ta qartësuar, sepse duket pak a shumë si term filozofik në esencë, por në fakt edhe nga pikpamja psikologjike ka rëndësinë e vet. Dhe ne themi njeriu vetveten e njeh në dy relacione. Relacioni i parë është do të thotë unikaliteti, do të thotë karakteristikat të cilat unë i posedoj dhe janë të papërsëritshme tek të tjerët. Ju mund thoni po, nëse thoni drejtësi, apo i drejt, trim, guximtar, besnik, i vërtetshëm, krejt njerëzit mund t'i kenë këto tipare, po i kanë vetëm se mënyra e përjetimit dhe preokupimit brenda këtyre karakteristikave tek secili njeriu është i ndryshëm. Dy njerëz mund të friken prej një gjallëse, themi prej gjarpri, por intensiteti dhe impulsiviteti ose prodhimi i sasisë së kortizolit, ne i themi, do të thonë atyre gjendjeve stresuese ose të frikshme, të dy këta njerëz është e ndryshme. Për atë arsye, njeriu vetë është unik për shumë karakteristika. Por në anën tjetër kemi edhe pikën e ngjashmërive. Dhe filluar nga këto dy prizma, në fakt ne ndërtojmë atë idenë e botkuptimit për veten se kush jemi, çfarë prezantojmë në raport me të tjerët, sepse detyrimisht duke qenë se njeriu është qenie sociale, apo detyrimisht neve duke parë të tjerët në fakt e kuptojmë vetveten. Këtë spaku edhe tek disa prej psikologëve siç është Rogersi, mund ta shihni atë mënyrën e funksionimit të plotë të unit. Mënyra e funksionimit të plotë e unit varet prej disa karakteristikave. Ose nëse ndalemi tek Jamesi, te William Jamesi që është edhe më i afërt me filozofinë, psikolog është në radhë të parë, por është shumë i afërt me filozofinë. Ai e ndërton idenë e vetë konceptit në këtë mënyrë. Thotë, ne për ta njohur veten, duhet të përdorim një metodë ose një rrugë për të arritur deri tek ato njohje përmes introspeksionit. Introspeksioni çfarë do të thotë? Një vetvëzhgim i brendshëm.
sikur gastroendoskopi, të keni parasysh ato që bëjnë incizimet e luktit, lëshojnë një kamerë brenda, edhe njeriu thot ka mundësi përmes proceseve të vetëdijshme të tija të lëshoj një kamerë brenda mënyrës se si e kupton veten, brenda mënyrës se si ndjehet, çfarë identiteti posedon, apo cilat karakteristika në çfarë nivelesh mendon se e përfaqësojnë ato. Apo ideja mos e ndajmë këtu edhe segmentin e vetrespektit, apo edhe segmentin e vetperceptimit. Sepse në kuadër të atyre 5 shqisave ne ndërtojmë mundësinë për të patur një perceptim mbi atë se kush jemi ne. Nëse ndalemi për t'i analizuar, nuk e di, jetën tonë të përditshme, do të shohim ose do të vërejmë një sër elementesh të cilat ndoshta i kemi në praktik, por për të cilat nuk jemi të vetëdijshme se i veprojmë. Unë shpeshherë themi në këtë drejtim ju them studentëve, a ka dikush për jush që e mban mend se kur i ka pastruar dhëmbët, furqen e dhëmbëve sa herë ka lëviz poshtë dhe lart? Those 8 herë poshtë, 10 lart, ose a e keni parasysh, është shumë e vështirë në këtë mënyrë të kemi. Mirë po, shumë lehtë e mbajmë mend nëse mes dhëmbëve ndonjë problematik është paraqit apo ndonjë gërbishtur ose ndonjë njoll dhe këtë e perceptojmë. Do thotë edhe në raport me vetveten për mendimin tim që mos zgjatem shumë, ka shumë elemente, ka shumë komponenta, ka shumë çështje të cilat neve na ndihmojnë ta kuptojmë këtë relacionin dikotomik, të dy anshëm. Qoftë të asaj pjesës që ka të bëjë me unikalitetin tonë, do të thonë të kemi një aftësi të tillë për ta lëshuar, sepse njeriu nuk mund ta mashtrojë vetveten, për ta lëshuar këtë kamerë të brendshme, për ta analizuar dhe për ta parë se në çfarë nivelesh ne i posedojmë veti, karakteristika të caktuara ose çështje të cilat kanë të bëjnë me mënyrën e të menduarit, me mënyrën se si ndjehemi, me mënyrën se si reagojmë në situata të caktuara. Gjithë kjo tërësi e këtyre veçorive në fakt është e integruar brenda një uni ose brenda një koncepti të cilit ne mund ta emërtojmë si vetvete, si e tillë. Faleminderit. Profesorët janë. Ju vjen marrë me studime me trajnime nga fusha e orientimit, po edhe zhvillimin karrierë. Do të kisha pasur dëshirë të pyesja për një fillestar, për një student, për një nxënës të shkollës mesme, apo ndonjë të ri që mund të jetë target kësaj fushe. Pse është e rëndësishme të punojmë në planifikimin e karrierës? Nëse ne nuk punojmë për karrierën tonë, nëse nuk nisim të përcaktojmë objektiva dhe synimet tona, atëherë ne do të jemi numër dhe statistikë dikujna që ka punuar në këtë fushë, pra që ka përcaktuar objektiva dhe i realizon ato. E rëndësishme tek objektivat është shkrimi i tyre për dallim prej pjesës më të madhe të rinjave që mendojnë se duhet të mjaftohen vetëm me përcaktimin e tyre ideor. Do të ditur që faktet që tregojnë nga fusha e zhvillimeve të karrierës tregojnë se çdo minutë që njeriu e kalon në planifikimin e objektivave jetësore dhe të çdo fushë të punës, atëherë ai do të fitojë sa 10 minuta kur fillon punën. Janë një numër i vogël njerëzve në botë që përcaktojnë objektivat e tyre, pjesa më e madhe pra punojnë, le të themi, paushall ose me plane ndoshta më të vogla dhe dikun përmendet se janë vetëm 3% të njerëzve që i shkruajnë objektivat. Dhe këto njerëz që shkruajnë objektivat, pra ky 3% kanë mundësi 5 deri 10 herë më shumë për të realizuar sesa të njëjtit, po dikush tjetër me edukim njëjtë sa ato të cilët kanë përcaktuar objektiva. Dhe ky 3% janë pra në mënyrë elita ose bursat dhe pjesa tjetër e shoqërisë punojnë për ato ose për ta dhe për këtë që pra ka përcaktuar objektiva jetësore dhe të punës së karrierës. Shkrimi i objektivave e ndihmon njeriun për me mojt fokusin tek to, ka efektin tjetër që ndihmon njeriu për me organizu kohën edhe me menaxhu kohën në mënyrë të drejtë. Pastaj ndihmon njeriu për të vijuar tutje këto do në mënyrë të vetëdijshëm, sepse duke i ekspozuar objektivave të shkruara, ato e luajnë rolin e një farë kujtestari ose prindi ose një lloj manuali të jetës përmes të cilave sa herë që ne u kthehemi e ndjejmë një presion
psikologjik për t'i realizuar ato të cilat i kemi përcaktuar, ndërkohë që në mungesë të shkrimit të tyre, ne shumë shpesh e mundshme që harrojmë prej atyre të cilat kemi menduar ndonjëherë t'i realizojmë. Pra me fjalë tjera, shkrimi dallon prej artikulimit për shkak se kur njeriu artikulon, për thotë do e bëj këtë, do bëhem ky, do i arrij këto projekte, këto të arrira, ai në një mënyrë ndihet i plotësuar kur i thot ato. Pra e mjaftohet me të thënit e tyre, edhe i duket sikur veç si ka realizuar kur i ka heqat magjinë e momentit të përformimit të suksesit. Por dallim pra prej faktit kur ato i shkruan, ato e ushtrojnë atë përjetimin psikologjik të shëndetshëm mbi njeriu për të realizuar ose për të vijuar në punë. E rëndësishme për një shoqëri, për të individit, është që statistikisht tregohet që një përqindje e madhe, prej 89% të mungesës së lumturisë tek njerëzit, të brengosjes, të armiqësisë, dhunës, të atyre të cilët hynë dukurive negative të drogës së alkoolit, është për shkak të mosparaqitimit të objektivave jetësore, të cilët pastaj në mungesë të objektivave të qarta i lëshojnë frenat e jetës në atë kuptim dhe pastaj joshën prej çdo gjë që vije gjatë jetës. Por dallim prej atij i cili ka përcaktuar objektivat, këto joshje janë, le të themi, sikur ato fotografitë ose ajo efekti blur. Në gjithçka përreth vetes së tij e shet robot, ajo që shet kaku dhe synimi që ka. Me fjalë tjera, suksesi do të thotë që nuk është i rastësishëm dhe e rëndësishme është që më mirë të keni një plan të vogël, pra jetësor, disa objektive jetësore, se ta plan heq ose mungesë të planit. Platoni kur flisë për njohjen si proces, thoshte se realisht njohja është kujtimi i vetes sonë. Shpirti ynë pas të vinte në këtë botë i din të gjitha, sepse vinte nga bota së vërtetës. Ne sa më shumë që e njohim veten, sa më shumë që e kujtojmë veten, aq më shumë e njohim vërtetën, hakun, hakikatin. Po sa mësoj, si manifestohet njohja e jetës tonë në jetën sociale. Po, do thënë ato që në fakt edhe ju e cekët, do thënë si diçka shumë të rëndësishme. Unë them se procesi i njohjes si rrugëtim kalon përmes proceseve të vetëdijshmërisë. Tani ne kur e dim se gjatë 24 orëshit një individ vetëm në 18%, do thotë merreni kështu edhe në aspekt kronologjik, vetëm në 18% të rasteve është i preokupuar me vetveten. Jashtë asaj do të thotë më shumë është i përqendruar në rutinime, më shumë është i përqendruar në shprehi të caktuara, më shumë apo vendoset në pozicion me të tjerët. Jo rastësisht komponenta sociale e njeriut për mendimin tim është edhe në përbërjen qelizore të tij. Po unë nuk do të flas shumë për anatominë ose për fiziologjinë. Megjithatë, ju e dini mirë se janë dy grupe të qelizave. Një grup i qelizave të cilat duken të një, do të thotë, themi, të një strukture, të një përbërësi, dhe kemi qelizat të cilat janë kështu me karakteristika sociale. Themi, tek të parat e kemi atë ndasinë e vetvetes së tyre dhe si procese biologjike vet ato ekzistojnë dhe funksionojnë, tek të dytat janë të varura prej të tjerëve. E tani, e keni parasysh, edhe në formimin e uneve tona, ne kemi une të varura, une të pavarura, si zakonisht. Do të thonë, këtë që në përgjithësi ne kemi parë se bota perëndimore e ka favorizuar gjithsesi unet e pavarura të jenë ato më të theksuara tek njeriu, ai të jetë 18 vjeçari i cili do largohet prej gjitha angazhimeve familjare, do tentoj që jetën ta bëj vet, apo shkollimin ta kryej vet, disi financimet të rregulloj vet. Mirë po, në rrethonat tona ose në rrethonat të cilat ne i shohim pak më mikse, kjo është edhe një teori e Hazel Marcusit edhe Shinobu Kitayama, janë dy psikolog social të cilët e kanë paraparë këtë
konceptin kulturor të unit ose të vetvetes. Domethënë, për shembull, Markusi përmendën ose Daryl Bemi përmendën vitet e 70 se vetvetja vetëm mund të kuptohet në konotacione kulturore. Çfarë përfshijim ne role brenda shoqërisë, është më lehtë procesi për të parë se kush jam unë, apo për të ndërtuar idenë se a thua vallë identiteti im, rëndësia im, paraqitja ime dikundi ka pesh. Jo rastësisht, keni parë në adoleshencë është ajo kriza identitare, i thonë. Kriza identitare të cilën e ka përmendur Eriksoni, gjithsesi që ka të bëjë me paaftësinë e të rijut për t'i dhënë përgjigje pyetjes se kush jam unë. Në momentin që ai, për shembull, nuk e ndjen, nuk e di, kreativitetin intelektual të tij, nuk e ndjen prirjet apo shkaftësitë të tija, nuk e ndjen potencialin e asaj se që ka thonë edhe vet Adleri, ju e dini mirë, për njeriu është e rëndësishme ta kuptoj sa më herët, jo çfarë është sot, por çfarë mund të bëhet nesër, apo është një aspekt teleologjik, do thënë i së ardhmes. E tani në këto përmasa ne e shohim se shoqëria përpara nesh qëndron si një mundësi, qëndron si një dhunti e ofruar në shërbim tonin dhe përmes të cilës edhe e ruajmë shëndetin ton mendor, por në fakt edhe arrijm që disi të realizojmë planifikimet tona. Për shembull, atë që përmendi Prof Gentiani në kuptimin e orientimeve profesionale, do thotë mu ajo periudhë, sepse në fëmijëri apo e keni parasysh, për vetveten si e mendon një fëmijë, thotë sot jam postier, nesër jam në Gjermani, pas nesër në Amerikë, do thotë ati i lejohen në procese imagjinare. Mirë po, nëse ndalet një 25 vjeçar t'ju thotë juve, shif, unë mendoj se këtë javë jam më shumë i prirur për postier. Pastaj, më duket se tregtin do e marr, do dukeshte shumë jo stabil. E tani, vendosja e këtyre tullave, ndërtimi i këtyre uneve, apo në kombinim me kapacitetet dhe me aftësinë e të menduarit, për atë arsye thash, ndoshta në përshkrim duket terminologji filozofike, por s'ka të bëjë, nuk do të thotë se unet edhe vetveten e njohën vetëm filozofët, në asnjë mënyrë. Nëse e merrni për shembull pjesën e vetvetes në kuptimin e vetrespektit, Maslowi, për shembull, është ai që ka përcaktuar ato hierarkitë e nevojave, nuk ndalem për të sqaruar ato, por diçka shumë e rëndësishme është. Ai thotë kështu: respektin që ju e shihni nga të tjerët asnjëherë nuk mund të jetë më i rëndësishëm se sa respektin që e ndjeni në brendin tuaj për vetveten. Kjo është më e madhe. E tani, si duket kjo koha postmoderne, brenda të cilës ne gravitojmë, më shumë neve na mësoj që, apo nëse nuk sheh dikush se unë si jam fotografuar, çfarë selfie kam bë, dhe pa mos i numëruar ato like-at ose do thënë ato në një farë mënyre, në mënyrë artificiale ndërtojnë një lloj ndërlidhje me lumturinë kalimtare ose me ato dopaminën, oksitocinën, serotoninën, të cilat llogaritën si hormonet të lumturisë, kanë efektin e vet. Mirë po, në aspekt psikologjik edhe të shëndetit mendor, është më e rëndësishme kur unë as pak nuk mbështetem lidhje me ato se çka dhe çfarë vlerësimi mund të bëjnë të tjerët në raport me mua, nëse unë paraprakisht kam formuar një bindje, kam një pjesë emocionale të personalitetit tim në favor në lidhje me ato se çka jam unë, çka prezantoj unë për shoqërinë, cili është roli im në shoqëri, apo cila është mundësia ime e artikulimit të vetvetes, ose daljes në skenë, dhënjes së kontributit. Këto do ishin ato relacionet më të mira të shëndosha, të cilat ndoshta do të llogariteshin edhe pajisje, apo do të llogariteshin edhe thesar i pashtershëm i vetvetes në kuptimin e asaj se si të tjerët do duhet pastaj ta akceptojnë të njëjtën. Edhe për atë them se qoftë tek unet e varur ose të pavarura, është shumë interesant dikush që do mbështetet në unet të varura dhe ne shumë e kemi dëshirë që edhe fëmia që tenton të pavarësohet, ne duam t'ja imponojmë se ai vetë nuk mundet. Keni parasysh, ai thotë, unë do shkoj në shkollë të mesme, do e krijoj, jo. Do thënë rriti mos u mërzit. Te cila lanë nuk të shkon nota mirë, për shembull matematik, e ke dajen, e keni parasysh. E ke agjen ose e ke këtë, e ke atë, do thënë, ne në një farë mënyre duhemi të bëhemi bashkëndërtues të këtyre uneve ose këtyre vetveteve
të cilat në fakt kanë potencial brenda unit të tyre që të zhvillohen, të realizohen, të vetë aktualizohen, të paraqesin vlerat që i kanë. E tani, në këto relacione them se kemi një mungesë të caktuar brenda së cilës akoma nuk kemi gjetur ato ekuilibrat, akoma nuk kemi gjetur inspiruesit e vërtet të cilët do ta motivojnë një të ri ose një të re për ta parë unin ose për ta parë vetveten si të mjaftueshëm, të aftë për të vetë aktualizuar në drejtime të caktuara. Nuk do të thotë se krejt ne do bëhemi shkencëtar ose krejt do bëhemi profesor, të cilat sot i shohim si patjetër. Shmo është me patur të diçka brenda vetes të cilën e shohim si të vlefshme. Profesor Gentian, duke ndërlidh me ato që ata edhe më herët, po përcaktimi i objektivave, kështu ti ndan shumë bukur në teori, po është vështirë ta hedhim atë hapin e parë. Si të vim te hapi i parë për ta shkruar objektivat, për të shkruar objektivat dhe nisur orientimin, po edhe zhvillimin në karrierë. E qartë. E para gjë është që procesi shkollor fillimisht duhet t'ua mësoj të rinjve, po këtë do ta bëjë edhe pjesa tjetër e shoqërisë që merren me edukimin e shoqërisë, pra jo vetëm shkollat, familjet dhe institucionet tjera, që nuk është një hero që do vihet do ju shpëtoj, po ju jeni hero i jetës suaj dhe në këtë kuptim prej hapave të parë që duhet ndërmarrë në rrugën e përcaktimit të shënimeve dhe arritjeve jetësore, e para gjë është marrja e përgjegjësive, pra se ti ke kontroll mbi jetën tënde dhe si rezultat i të mendurit tënd është edhe pjesa tjetër e jetës se si ka përvijuar. Pra me fjalë tjera, si ti i organizon mendimet, pra se si procesi të mendurit është zhvilluar ose i edukuar për atë lloj të mendurit, ashtu ka me rezultuar edhe për pjesën tjetër të realizimit të objektivave. Tash në fushën e karrierës e përdorin një që quhet teoria e Petros, ajo si teori ka lind në fushën e ekonomisë, por në fushën e karrierës ajo që nisi parimi i Petros, parimi i 80-20, ka kuptimin që 80% të shkaqeve të cilat të mbajnë ty larg nga arritja e objektivave dhe e suksesit janë të brendshme ose jeti. Vetëm 20% janë faktoret e jashtëm. Prandaj është prej njohurive të para, prej kulturës që duhet me ndërtu shoqërisë sonë dhe pjesës të cilës ne i synojmë me qenë të suksesshëm, ashtu që e përmendi edhe profesor Musai, jo domosdoshmë në shkenca ose në fushën akademike, sepse ne konsiderojmë arritjet edhe objektivat suksesit edhe në fusha tjera, është që ata duhet pra jo të amnestojnë 80% e fajit që është mbi e të përpiqen gjithmonë fajin ta hedhin mbi 20% e ta zëm shpeshherë mbi familjen, trashëgiminë ekonomike në familje, pastaj mbi ambientin social, shpeshherë mbi komunën, shtetin ose gjithçka përreth tyre. Pra të ditur që vetëm pjesa e fajit e tyre është 20% edhe 20% që është asa ti e ke lejuar të e ketë ndikimin, kuptohet 20% është edhe krahas asaj disa zhvillime që janë jashtë mundësive teknike, që janë ndonjëherë edhe procedura administrative shpeshherë ose edhe procedura tjera. Njohja e vetvetes, ashtu që përmend edhe në këtë film të këtij diskutimi, përbën 50% të arritjes së suksesit. Pra, një pjesë e madhe e neglizhojmë si fushë të studimit, pra fushë studimit individual, që është njohjes së vetvetes, pra njohjen e talenteve, aftësive, kapaciteteve, pastaj edhe mundësive në ambientin që e rrethon. Pra, pjesa më e madhe ndoshta nuk janë vetëdijshëm për kapacitetet të cilat i posedojnë dhe kalojnë një pjesë të madhe duke u shpërdoruar ato vlera, ato kapacitete për shkak të një mos njohje fillestare të tyre dhe mos veprimit të tyre.
Zoti ka krijuar të gjithë njerëzit, siç ka thënë, pra në formën më të bukur dhe janë gati se për 100 miliardë neurone tek secili njeri dhe 24 orë tek secili njeri, edhe për atë të suksesshëm edhe për atë i cili nuk bën as lëvizje më të vogël për tek suksesi. Prandaj në studimet tona të vogla, solide që kemi nisur në fushën e karrierës në përgjithësi, ne kemi marrë me një mënyrë me si teori të veprimit që gati se 1/3 e veprimtarive që duhet të bëhen në fushën e orientimit, edukimit dhe zhvillimit në karrierë për gjeneratat e reja zakonisht që janë targeti i sistemit, se në fushën e karrierës target janë të ri deri në moshën 29 vjeçare. Atëherë e para gjë pra që duhet të bërë ose 1/3 e këtyre angazhimeve duhet janë çështje të zhvillimit të menduarit. Dhe nëse jeni para aktivitete që edhe zhvillohen në vendin tonë, përfshirë dhe nga institucionet arsimore dhe nga organizata të tjera, janë aktivitetet që këtë fushë e shpërfillen plotësisht dhe janë aktivitetet që ekspozojnë plot direkt me me zhvillimit të ndonjë aftësie të butë ose të fortë, por jo përse. Pra atë që nisi profesor Musaj në fillim të temës në kuptimin e njohjes së fillestare të vetës ose njohjes ose të nxitut të mendurit edhe për çdo çështje përse. Pra, ajo që duhet punuar edhe konsideruar prej më të rëndësishme në fushën e karrierës. Pastaj karriera është e ndarë prej jetës, është zhvillimi të mendurit, të përfshin të mendurit të thellë, të mendurit kritik, të mendurit analitik, aktivizimi i fantazisë, sepse përmes aktivizimit të fantazisë, pra është gjithmonë për pjesën e gjeneratave të reja, atëherë ne sillemi dhe zhvillim se është imagjinata e dikujt që i ka bërë shpike të cilat e kanë lehtësuar jetën tonë, përfshirë edhe këtë lloj komunikimi që e bën, që po e bëjmë ne tani edhe që po e përcjellim tek publiku ynë, ka qenë dikur fantazi dhe imagjinatë e një personi dhe pastaj është materializuar. Pra, nëse e shohmi një pjesë të madhe të punës dhe të rezultatit të punës, pra edhe që të prodhimit në këtë fushë e sjell fakti se sa punohet për të provokuar fillimisht, pastaj edhe për të edukuar të mendurit e thellë dhe në përgjithësi zhvillimin të mendurit tek grupet të cilat i kemi target, ose ato universitetet, shkollat, organizatat jo qeveritare dhe mekanizmat e tjerë që i kanë vënë vetes qëllim pra për t'i orientuar në karrierë. Po sa mësoj, ashtu si që cekte edhe në fillim, do të thonë njeriu është qenie sociale. Edhe si e tillë, vetëm ajo mund të mbjetoj vetëm me shoqërinë. Këtë mund ta përkujtojmë edhe fjalën e Aristotelit ku thoshte njeriu i vetëm është ose është mbi njeri ose është një gjallësi tjetër, por nuk është njeri. Pra privimi i njeriu që të jetojë në shoqëri, dëshëm apo nuk dëshëm, tek ai mund shkaktojë shpërbullime të ndryshme. Po të mos ishin edhe këto takime virtuale, ndoshta jeta do ishte më e vështirë, po si duhet menaxhuar apo trajtuar stresin, ankthin, ato që dalim këto ditë ku jemi mbyllur në shtëpinë tonë. Tash kalojmë në një pjesë ndoshta që mund të jetë pak më konkrete. Shikni, vetëm nëse mendoni, për shembull, secili në vetvete, mendojmë të ndalemi cilat kanë qenë preokupimet ditore tona para një muaji e gjysmë, edhe çfarë mendojmë sot. Shikni, para një muaji e gjysmë ne kemi qenë të shtrirë në shumë dimensione. Nuk e di, karriera, arritjet, përfitimet, planet, synimet, takimet me njerëzit. Ndërsa sot mendojmë vetëm të fokusuar në një çështje. Do të thënë, si ta tejkalojmë këtë vështirë. Keni parë sa është ndaluar njeriu sot të mendoj për plane afatgjate. Unë nuk mendoj se ka ndonjë individ i cili në këtë kohë, për shembull, apo mund të thotë se unë pas një muaj do jem në Santiago Bernabéu ose apo në ndonjë event të rëndësishëm botëror, sportiv ose kulturor.
është shumë pikpamje interesante në kuptimin e asaj se një faktor i jashtëm, një ndërhyrje e vogël, e cila paraqitet si një lloj kërcënuesi, si një lloj rrezikuesi për atë çfarë ne kemi llogaritur këtë mirëqenien ose etablimin e shumë çështje, ekuilibrin e shumë kërkesave jetësore të cilat i kemi pas brenda vetes, dhe me automatizëm të gjithë ne jemi defokusuar prej apo jemi larg shumë planifikimeve të caktuara, të cilat për shkak të faktit se kemi një lloj papërcaktueshmërie në raport me COVID-19 dhe në këto relacione, diçka njeriu e kultivon atë vullnetin, e kultivon shpresën, e kultivon imagjinatën. Po sipas vendimit tim, në imagjinat njeriu nuk është i kufizuar dhe është mirë që mos e kufizoj veten në këto relacione, por në këtë segment duhet pajtohemi të gjithë, pavarësisht asaj, apo ne e favorizojmë edhe bindjen apo pikpamjen e mbështetjes fetare, religjioze. Edhe ajo në këto raste ose në këtë situata për ne paraqitet si një lloj stabilizuesi, i cili na përgatit të ballafaqohemi me një realitet të caktuar. Mua më pëlqente një psikolog kështu. Para mendojeni thotë se jeta e njerit në këtë botë si duket. Sikur të kishte qenë ky realitet, dikush t'ua jep një veturë luksoze në dispozicion, edhe t'ju thotë se shëtitni, ecni, gjithandej bredhni, ka të doni, krejt i keni të paguara servisin, shoferin, krejt këto, por anësh tuaj të qëndroj një person me pistolet të drejtuar drejt jush edhe do thënë për ta shkrepur në gjendje gatishmërie. Edhe t'ju thotë se shif, ti knaqu, shëtit, ec gjithandej, bëri krejt ato çfarë ke menduar ti realizojsh në jetë, vetëm se dije në një moment unë do duhet ta shkrep këtë. Para mendoni se çfarë përjetimi do kish pa ky njeri, të cilit janë dhënë në dispozicion gjitha këto fëmira ose dhunti ose mundësi, kur ne jemi të vetëdijshëm se çfarë rreziku ka me veten. E tani është shumë interesant se njeriu çfarë motivuesish apo çfarë komponentash inspiruese i janë dhënë brenda procesit të menduar që disi ai të arrijë në situatë për t'i menaxhuar këto. Po, unë them se njeriu që thotë se nuk e kam frikë, du të ketë problem me vetveten. Ai që thotë se COVID-19 është asgjë, do të thotë jam kundër atyre teorive që tentativën reduktive e kanë tejet të theksuar për ta minimizuar skajshëm, por jam edhe kundër atyre që ndërtojnë apokalipsa. Keni parasysh, armagedonizmin e shfaqin në çdo një situatë ose në çdo një moment për të trishtuar njerëzit edhe më shumë. Jo rastësisht thash që në këto situata ajo çfarë është e njerëzishme është të njohim frikën, të ndjejmë atë, të përjetojmë atë. E keni parasysh sepse unë mendoj që bota postmoderne ose ka fundi i modernizmit dhe në kalimin e mileniumit të tretë, si duket njeriu t'ju dhanë shumë kredi të mëdhaja. Apo karrierë mund të bësh lehtë, para mund të fitosh, punë gjen, s'është problem ekzistenca, krejt këto i bën, je i njohshur, je i shtrirë, je i përfshirë në shumë anë. Do të thonë, asnjë vështirësi nuk vërehi në këto relacione. Edhe tamam ne menduam se njeriu ju kthi egove të tija, plotësimit të egove të tija dhe dal gadal kaloi në një fazë narcisoiditeti. Po sepse nuk mund ta shfaqemi ndryshe. Si do e shpjegoni ndryshe një njeri që brenda ditës i bën 300 selfie. 300 selfie edhe kthehet i numëron lajkat. Do të thonë, si do e interpretoni ndryshe këtë njeri përpos se një proces të rritjes mendjes edhe një proces narcisoid i caktuar, i theksuar në jetën e tij. Unë pajtohem me ato se njeriu është i lirë në zgjedhjet, në shfaqjen e vullnetit të tij. Megjithatë, kaq shumë të i rritje pritshmëritë dhe kaq lehtë ta vinë në situata që ai ta realizoj të dëshiruarën edhe të synuarën, mendoj se erdhi një moment kur
kredite shumëta që ne I shfrytëzuam nga natyra, nga jeta, nga dhuntit e Zotit, askush nuk mund ta mohojë atë. Si duket sot po e paguajmë një këst të saj. Dhe një këst neve na vendosi në hapësira të mbyllura, edhe pse në aspektin psikologjik unë nuk them, nuk e llogariti të jetuarit në shtëpi edhe pranë familjes as burg, as izolimi të rëndësishëm, sepse pajtohemi, muret fizike nuk mund të jenë përcaktuesit e përjetimit të lirisë së njeriut. Rogers në dhënien përgjigje ndaj Jean-Paul Sartrit, kur ai tha se ne si njerëz duhet ta pranojmë një princip përfundimtar të pakuptimësisë, është ajo ideja e ekzistencializmit, atëherë Rogers I tha, shifni tha, domethënë nëse ne e pranojmë një fakt të këtill, atëherë kjo është buron nga paaftësia jonë për t'i bërë gjërat të kuptimta. Edhe unë them, lirin ne nuk do e përjetojmë aq sa të tjerët do na thonë se shifni, tash do qëndroni 3 muaj, 4 muaj dhe ju jeni të burgosur disi ose të izoluar. Liria ndjehet edhe përjetohet shumë më shumë se sa të tjerët që mund t'ua japin njerëzve. Ajo është në vetvete. Unë shpeshherë këtë krahasim gjithmonë e kam bërë pse janë rrëfime profetike, por janë të bazuara mbi një realitet. U them kështu, profeti Jusuf kur u hedhë në pus, ai ishte I qetë, shihni, tash kjo ka të bëjë me vetveten dhe me pranimin e vet konceptit, vet respektit, vet dijshmërisë, dhe ai ishte I pajtuar me atë çfarë ndodhte. Nuk ishte as I trishtuar, as në ankth, as I shashtrisus, paranojak, suggestiv, në asnjë mënyrë. Por ata që ishin të shashtrisur, kushtimisht ose suggestiv, ishin vëllezërit e tij, edhe pse ata hecnin, shëtiteshin rreth e përqark qytetit, apo vendeve ku kanë frekuentuar ata, por me mendje ishin poshtë pusit, duke menduar se çfarë bën Jusufi në këto momente. Këto janë relacionet për të cilat unë them se në kohë të këtilla është shumë e rëndësishme që njeriu psikikisht ta përgatit veten se unë kam prioritetet, kam angazhimet, kam ngarkesat e mia, kam detyrat e mia dhe ti vendos këtu si synime të tia në jetë, objektiva të tia të qarta në jetë, pavarësisht se nuk mund të lëvizim shumë fizikisht, por askush nuk në ndërpret një aktivitet të këtij të cilin ne sot po realizojmë, me një qëllim të caktuar, le të jetë e shënuar, s'ka rëndësi se sa do të jetë I frekuentuar, sa do të ketë klikime, është shumë pak e rëndësishme. E rëndësishme është ne të kemi idenë e lënjes gjurmë. Ne ta plotësojmë atë karakteristikën e të qenurit njerëz social, njerëz me amanete. Para mendoni, do të thonë, ti jetosh 80 vjet ose 70 vjet dhe asgjë në fund mos kesh diçka të thuash se ja, kjo është një kontribut im I vogël për shoqërinë, për familjen, për të afërmit, për studentët, për nxënësit. Apo sepse nuk janë dalluar vetëm ata që kanë investuar me intelektualitetin e tyre. Sot përmendet zonja që e themeloi Harvardin edhe e vendosi në kushten e provimeve pranuese që kushti I parë është studenti të dije not. Pse? Se zonja në fjalë që e themeloi atë universitet e humbi djalin nga mosdija e notit. E tani, këto segmente janë them ato që spaku neve na mundësojnë të çlirohemi, apo ta respektojmë ato çfarë është ato 14 rregullat e OBSH-s, apo Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ato duhet të respektuar dhe pa mos vazhduar më tutje, por nuk duhet të alarmuar gjendjen edhe nuk duhet njerë një kërcënim, nuk duhet trajtuar njeriun në një forme të ndonjë lloj anksioziteti ose ankthi kronik, sepse ose stresi kronik. Ato janë panik atak kronik, këto janë të rrezikshme. Për atë arsye them që ata që e kanë pranuar dhe e kanë pastruar idenë se çfarë qenjesh jemi ne jemi kalimtar këtu, keni parasysh. Askush nuk ka idenë se do jetë I përjetshëm. Pra të jemi në paqe me vetveten në një forme. Kështu, edhe këtë edhe po e përmbylli të flas që mos zgjatem shumë, do të thotë, nëse të kishim pas mundësi në gjendjen prenatale para lindjes së fëmijës, ta pyetish kur është në fetus, apo ta pyesnin fëmijën, shit,
do dalish në një botë, do zhvillohesh, do rritesh, do ecish vetë, do bësh këtë, do fitosh, do bësh karrierë, dhe thonë jo, mirë jam shumë këtu. Edhe njerëzit sot nëse i thua shqip ka një botë të përjetshme, ka një parajs, ka një shpërblim, ka këtë, sikur të kisha mundësi këtu ta vazhdoj jetën. E keni parasysh? Këto kërkesa si duket në natyrën e njerëzit, si probleme dikotomike ekzistojnë si të tilla, edhe për atë arsye them që në këto rrethana është ajo më e rëndësishme që njeriu ta ruaj atë shëndetin e tij mendor, ta ruaj aftësinë e të kuptuarit për mos me alarmuar, sepse fundja ne jemi edhe bartës të përgjegjësive, ne jemi kryesues dhe fëmijët shikimet e para i kanë tek prindët. Nëse ti trishtohesh, çfarë do të bëj fëmia jot nesër? Keni parasysh, nuk duhet harruar edhe këto role, edhe këto janë të rëndësishme në këtë konotacion. Dhe faleminderit profesor. Profesor Vendian, një profesor që unë kam shumë për qef thoshte njeriu duhet të ndroj. Edhe kur ndron duhet të ndroj më të bukurën. Vetëm se nuk duhet të harroj që ai është duke ndru. Pra një ndrim jo i shputur nga realiteti. Ndonjëherë njerëzit e ndrojnë, përcaktojnë objektiva astronomike kështu. Po qysh me përkthyer ato në realitet, qysh me u përball me rrjedhat e jetës në përgjithësi, qysh me realizuar këto objektiva? Është Bernard Shaw, që njihet ndoshta një shkencëtar vështirë për caktuar se ai cilës fush se është i cituar shumë edhe në studimet e tij ka njohje dhe studime ndoshta në fusha të ndryshme, ai thotë që njeriu i arsyeshëm i përshtatet botës. Ndërsa njeriu i pa arsyeshëm ngul këmbë që bota i përshtatet atij. Prandaj këto gjithë përparimin e botë ndodh për shkak të njerëzve të paarsyeshëm. Gjithnjë kjo i paarsyeshëm është në thonjëza. Ëndrat realisht duhet të jenë të mëdha, por nëse nuk janë ëndra të mëdha, nëse nuk janë objektiva të mëdha, ato nuk janë thuajse ato pa përcaktim se arrijnë ose kanë për të ngjarë. Ndonjë është fola. Pra nuk është se për të ndërruar ka nevojë për procedura administrative, për leje të veçanta në institucione, po ndërrimi është si pozë për në zhvillimin e vetes edhe karrierës, duhet me ditë që është proces folës. Prandaj kur ndërrojmë nuk duhet menduar për shkaqe për procedura. Pra duhet ta lirojmë mendjen tonë dhe vetëm me një objektiv që është përtej të dhe një objektiv i cili mund të më qenë produktiv për rrethin dhe shoqërinë. Është njëjtë sikur që shkollarët musliman kur e shpjegojnë punën e kados dhe kaderit, determinimit hynor, kur ata thonë që duhet të veprojmë sikur asgjë nuk është e shkruar. Pra në rastin tonë duhet të ndrojmë sikur nuk kemi kufi, pra nuk ka limite. Por pastaj ne duhet që në kur i vije vakti, pra i zhvillimit të tyre duhet të ndjehemi rehat plotësisht për ato që arrijmë, ose edhe për ato të cilat nuk i kemi arritur dhe nuk i kemi përcaktuar, nuk i kemi arritur për atyre që i kemi përcaktuar. Të paktën prej kësaj mënyre nuk do të shprohesh se nuk e ke planifikuar ose nuk i ke bë përpjekje. Përmendin një nga thënjet që ka përcjell profeti, ato që ka thënë Zoti në hadith qudsi, ku Zoti i Madh na ka informuar ne duke na thënë që un jam tek pritshmëria e robit tim ndaj meje, prandaj le të pres çfarë të doj. Nëse pret mirë nga un diçka, atëherë meriton. Nëse pret nga un diçka të ligj, e meriton. Prandaj ideja e ndërrimit dhe e përcaktimit të objektivave nuk mundet me u nda pjesës tjetër të fesë dhe konceptit tonë për Zotin, pra pjesë e konceptit tonë për Zotin është edhe mendimi i mirë dhe pritja jonë e mirë, ato që në fushën e karrierës e kemi parë se e kemi lexuar tek e thonë që gjithë universi do të punojë në objektivin tënd kur ju bëni një me të, pra këtë fjalë vetë ato heqin fjalën Zot dhe
përkthejnë e përshtasin me fjalën e univers. Pra është me nivime këtë thënie të profetit për ne dhe të gjithë besimtarët që vendosin objektiva, duhet ditur që prej gjërave të fortë që do të bëjnë është edhe krijimi i pritjes së mirë të Allahut më dhëruar. Pastaj në njohjen e vetes duhet me ditë edhe një gjë me rëndësi që nuk mundet një quiz i inteligjencës, një test i formatuar ose një pyetësor i përpunuar ndoshta edhe për ekspertëve me e përcaktu ta zonë edhe nivelin e inteligjencës tuaj edhe nivelin e aftësive tuaja edhe me u bë me u njoft juve veten. Po kjo njohje vetes mundet me u arrit më shumë prej zhvillimit të vetes ose prej studimit që vjen njëri vetes, kuptohet duke i përfitur edhe këto shabllone të cilat mund të dhanë një orientim. E para gjë nga gjëra më të rëndësishme në kulturën tonë, në zhvillimin në karrierë që duhet me e ndërtu është kultura e leximit. Shumë shkurt, është e vërtetë që pjesën më të madhe të kohës edhe në këtë pandemie u rekomandohet leximi i shoqërisë tonë. Pastaj në komunitetin virtual kjo ideja e leximit është përkthyer në kontekst humorit, por faktikisht në shoqërisë tonë edhe kudo në botë njerëzit lexojnë. Pra, faktikisht shkollat dhe shoqëria nuk arrin me kriju kulturën e leximit. Është e vërtetë kreet njerëzit që kanë nisë me libra që libra, kur kanë filluar me edhe aty ka dhënë krypak. Nuk është, po me kohë pastaj fillojnë me kriju e shprehin edhe varësinë ndaj tyre, pastaj në mënyrë leximi i librave bëhet kënaqësia më e madhe ose ndërkënaqësi më e madhe editore. Për krahas leximit duhet me ndjek edhe disa zhvillime të kohës, siç janë kurset, seminaret, trajnimet, startupet, pastaj aktivizimi në nisma shoqërore, në klube dhe nisma tjera të cilat janë në rrethin ku ju jetoni, po të tjerë i ndjekin këto edhe në shtete tjera, kuptohet në rastin e tonë Kosovës, jo dhe të nga ona e profesorëve tani në Maqedonia, në rastin tonë kemi edhe këto kuptime sikur që janë gjërat e vizave. E para që këto janë shkaqe që duhet mi pasur në konsiderat, por edhe aktivizimi në nisma sociale, pra në organizata shoqërore, edhe këto që përmenda trajnimet, seminaret e tjera, mundën me u dhënë kulturën më të madhe ndonjëherë se sa vetë edukimi formal në universitet, po kuptohet edukimi në universitet do të konsideru sistemin e diskursin tonë vetar prej farzeve. Pavarësisht qoftë edhe pra shkolla jo në universitet të fakultet, qoftë edhe për nevoja administrative. Dhe mesën e gjëra që duhet të bërë është ne me identifikuar edhe njerëzit të cilët munden me ndihmu në rrugën e realizimit të objektivave, pastaj me fillu me punu për objektivat, me kthy objektivat në plane, pastaj ato plane me i prioritizu, me nisë me punu në punë të rëndësishme, po e gjitha këto duhet të bërë ato që po na ndjekin, nëse pak ulën përshtypje deri tash ka po themi, e para gjë që duhet të bëjnë është me nxjerrë një fletor dhe me shkruar të objektivat e jetës dhe emrin e tyre, pastaj me nisë me punu në këtë fushë. Pas që jem drejt fundit e emisionit, kisha pas dëshirë edhe ka një pyetje, po vetëm që ti të shfrytëzojmë kohën në maksimum kështu. Po sa mësoj, njeriu që është qeni që planifikon dhe ndoshta vdekja është e hidhur për fallin që i ndalon gjitha planifikimet. Po ne në rastin më të mirë po planifikojmë që kjo gjë të përfundojë. Po çfarë sfidash na presin jetën tonë shpirtërore dhe mentale pas përfundimit të kësaj krize pandemie? Po, prekat një çështje shumë interesante. Ne gjithë pajtohemi me faktin se situatat e këtilla, në fakt atë pjesën sociale, pjesën e asaj ku ne ndjeheshim më komod, apo ku pirje një kafes me një shok, me një mik në pozicione të rehatshme, të volitshme, ishte shumë e favorshme dhe kjo në fakt edhe i mundsonte që njeriu të ndjehet mirë po ai relacion ndryshoi dhe ne shohëm se Covid-19 spaku problematikën kryesore e bëri kërkesën për distancë sociale ose distancë fizike ose apo varësisht se si e emërtojnë njerëzit, por edhe në psikologi sociale distanca sociale ka
ka kuptim sepse është tamam e përshkruar prej 1 deri në 2 metra paraprasisht, si distancë sociale kur merrni ta lexoni si të tillë. Por ajo çfarë kërkohet për mendimin tim dhe çfarë do i ndihmoj që njeriu ta rikuperojë veten më lehtë është distancat fizike ose distancat sociale mos krijojnë edhe distanca shpirtërore. E keni parasysh, ne duhet gjithsesi të vazhdojmë ta mbajmë atë gjallë, këtë që mund ta quajmë, nuk e di, aktivizimin, solidaritetin. Shihni, COVID-19 ose infektimet e mundshme, po janë infektuese, do të thotë COVID-i edhe shumë gjëra të tjera, të cilat mund të paraqiten problematike, por infektuese është edhe solidariteti, infektuese është edhe bamirësia, infektuese është të flasësh sot me njerëzit në telefon, të komunikosh me ata, të pyesësh për hallin e tyre. Do të thënë, këto role është mirë që njeriu mos i futje në hares. E tani që pastaj ne ta shohim aftësinë tonë se deri në çfarë mase do jemi të gatshëm për ta rikuperuar veten, për ta kthyer një normalitet në kuadër të asaj çfarë do të shohim brenda mundësive, kuptohet, nëse nuk krijohen edhe shprehi nga detyrimet të caktuara, nëse kemi një lloj garance për ruajtjen e shëndetit mendor të popullatës për mos krijimin e traumave kolektive. Keni parasysh sepse traumat kolektive ose pasojat mbi shëndetin mendor të këtyre lloj kërcënuesve për jetën e njerëzve ka mundësi që të merren disa përmasa ose disa pasoja edhe më të pa evitueshme në këtë proces. Për atë arsye do kemi një rol parsor, do kemi një komponent, të themi edhe shpirtërore, për atë arsye thash distanca fizike mos shkaktoj edhe distancë shpirtërore, do thënë lutja, mbështetja në Zot, apo pritshmëritë, meditimi brenda besimit, praktikat të caktuara, unë gjithsesi që mendoj se kanë rolin e tyre shumë të fuqishëm në formimin e një bindjes edhe për vetveten, ato që thash se si sot asnjëherë më përpara kemi në dispozicion kohën për të cilën deri dje jemi ankuar se karriera, puna, angazhimet nuk na lanë shumë të merremi me obligimet familjare ose me angazhimet brenda jetës familjare, ndërsa sot e kemi në dispozicion ato, urdhro është mirë që të shfrytëzohet në maksimum si e tillë. Apo edhe në aktivitetet e lira, edhe në gjëra të tjera të caktuara të cilat ndoshta paraprakisht nuk kemi mund të bëjmë, ose në preferencën e ndonjë filmi, ndonjë dokumentari, krijimin apo kryesorja është që truri i njeriu të jetë aktiv, edhe kreativ brenda këtyre limiteve të lëvizjes të takimeve edhe kështu me radhë. Për atë arsye unë jam gjithnjë optimist në kuptimin e asaj se njeriu është vetëm një qenie që një universi që adaptohet shpejt. To shkëndetro që me të lashtën këto thonë, një dy fjali edhe e përmbylli, thonë se dinosaurët zhduke e tyre nga toka u bë për arsye se ishin shumë të ashpër, të vrazhë në principin e mos adaptimit me kushtet jetësore. Ndërsa ne e pam që njeriu do të thotë, nuk them se shumë shpejt u mësuam të gjithë, por realisht përsëri e krijuam tani një rutinë, një zonë komfori për ne në këto kushte dhe në këto rrethana. Për atë arsye shpresoj që të gjithë ata që e kanë ndjekur ose do të ndjekin edhe në të ardhmen këtë emision, shpresoj që të keni dobishme ky bashkëbisedim, edhe unë ju falenderoj edhe për ftesën edhe për mundësinë e dhënë. Faleminderit profesor. Profesor Gentian, për fund, domethënë, gjatë gjithë kësaj procesit të edukimit, çfarë mund të jenë rreziqet ose pengesat në këtë rrugën e zhvillimit të vetes, të realizimit, të synimit jetësor? Ato që përmendëm si fillim, pra parimin e Petrës që 80% të shkollave janë të brendshme dhe 20% janë të jashtme. Prej shkollave të jashtme, pra këti 20% që është edhe tashmë koha pandemisë e cila u përmend brenda këtij emisioni, por që në rrethona sikur këtu, të cilat janë jashtë mundësive të njeriu, duhet me i rishikuar
sepse pra kjo periudhë mund të jetë ideale për zhvillim të vetës, pra është secili prej neve ka kohë më shumë për zhvillim të aspektin intelektual, por edhe arsive të tjera. Prej rreziqeve më të mëdha pra janë vetja e vet. Gjithmonë brenda vetes vet janë ato që njihen si lodhja ose një farë indiferencë ndaj idesë për të punuar në këtë fushë mos me seriozitet ose në mënyrë mungesa e vet disiplinës. Dhe një nga rreziqet e tjera është rreziku për mendimin timin i egos në kuptimin negativ i dëshirës së madhe për të qenë në publik dhe për të qenë medial para se të përgatitet ose para se të arrijë përgatitjen e përgjithshme dhe para se të me fjalë tjera siç themi në literaturën fetare, para se të arrijë nisabin, nuk arrit sasinë e njohurive për të shpërndar për të tjerat, jo vetëm njohurive, po nuk arrit sasinë e vlerave të përgjithshme dhe pastaj nxitohen për të vesh kostumin e për të dukur më serioze për të integruar në politikë, në fusha ndryshme, thjesht për të qenë aktual. Dhe normal, një rrezik i madh janë edhe shoqëria, në këtë rast janë edhe ambienti, edhe mediat, ato mediat me të cilat në mediat sociale, fakti që i ki like, edhe ato luajnë rol edhe në edukimin edhe orientimin tënd në karrierë tënde dhe në kulturën ose në suksesin që mundesh me pas, edhe duhet një pjesë madhe luajnë rol edhe shoqëria, sidomos të gjeneratat e reja, sepse nuk është që dikush ka hyrë rrugës së gabuar dhe nuk ka qenë për të ndikim shoqëria, ose ka plot të tjerë që shoqëria i ka bërë që të jenë të suksesshëm. Po profesor Adnan. Profesor, ju falenderoj që ishit me neve, po për fund të kisha pas dëshirë dhe nga një mesazh të shkurt për gjithë ata që po na ndjekin. Profesor Musaj? Okej, atëherë në këto rrethana e rëndësishme është për mendimin tim të jemi vetvetja dhe të mendojmë për pikpamjet e asaj se çfarë na pret e ardhmja, duke pritur të ardhmen ta shfrytëzojmë kohën të cilën e kemi në dispozicion dhe mundësitë të cilat na jepen dhe dhuntitë të cilat gjithsesi që i kemi dhuratë nga krijuesi jon dhe të jemi mirënjohës për atë çfarë kemi në dispozicion për të gjetur zgjidhjet, për të gjetur rrugdaljet nga situatat e krijuara. Sukses të gjithëve. Shumë faleminderit, profesor Gantian, për ju nga ju domethënë një mesazh shumë të shkurtër kështu për gjithë ata që po na ndjekin. Kjo botë nuk është atë ynë, ne jemi prej parajsës, prandaj nuk është diçka që ka më na bë neve mundi të plotësuar në të, përveç nëse ajo të cilën ne pra e arrim është në funksion të ose në funksion dhe ka target kryesor parajsën atë dheun tonë. Prandaj është edhe shumë njerëz që thotë kanë arritur suksese të ndryshme në jetë, po udhtojnë në vende ndryshme të botës, zakonisht preferojnë me dalë natyrë, edhe në vendin tonë preferojnë me dalë natyrë, hiking e forma të tjera. Kjo dëshira për të komunikuar me natyrën në mënyrë për atë se na kujton parajsën atë dheun tonë. Prandaj çdo gjë e cila ju e projektoni, dhe synoni, veproni, realizoni, është shumë e vogël dhe nuk të plotëson shpirtin edhe qenien tuaj. Veç se nëse ka synim parajsën. Unë u falenderoj profesor Adnan dhe profesor Musaj dhe publikun e mesazhit pikon për mundësinë edhe. Ju falenderoj që ishit së bashku me ne. Po ashtu i falenderoj gjithë ata të cilët na shikuan nga shtëpitë e tyre. Shihemi në emisionet e radhës, deri atëherë mbetjet në mëshirën e Zotit. Assalamu alaikum.